14 mars 1880, lindi në Elbasan Aleksandr Xhovani, ka qenë arsimtar, tekstolog, gjuhëtar në punës dhe ministër i shtetit shqiptar. Aleksandr Xhovani dha kontribut me vlerë edhe në themelimin dhe ndërtimin e didaktikës dhe pedagogjisë shkollore shqiptare. Me tekstet e tij, didaktika, edukata e të tjerë, u përpoq që shkollën shqipe ta nxjerrë nga padituria dhe kaosi i rrymave dhe ndikimeve të ndryshme pedagogjike dhe ta ngrinte atë mbi një bazë unike e të përparuar didaktike, duke mbështetur në arritjet e didaktikës evropiane. 14 mars 1978, forcat e mbrojtjes së Izraelit sulmuan dhe pushtuan Libanin e Jugut në operacionin Litani. Konflikti rezultoi me vdekjen e 1100-2000 libanezëve dhe palestinezëve, 20 izraelitëve, zhvendosje të brendshme të 100.000 deri në 250.000 njerëzve në Liban, dhe forcat e PLO u tërhoqën në veri të lumit Litani. Ajo çoi në krijimin e forcës paqëruese Unifilit dhe një tërheqje gati të plotë Izraelit. 14 mars 2018, ndoroi jetë në moshën 76 vjeçare Stephen Hawking. Hawking ishte një fizikan teorik anglez, kozmolog dhe autor që ishte drejtori i kërkimit në Qendrën për Kozmologjinë Teorike në Universitetin e Cambridge-it. Në kohën e vdekjes së tij, ai ishte profesor i matematikës në Universitetin e Cambridge-it midis 1979 dhe 2009. Në 1963, Hawking u diagnostikua me një formë të fillimit dhe përparimit të sëmundjes së neuronit motorik, që gradualisht e paralizoi atë gjatë dekadave.